Ja ku jemi. Në shije shtëpie do të vijojmë tani me recetën tjetër, tham do t'jetë hasude me arra, ajo që do të përgatis zonja Vjollca bashkë me Xhenin. Sot? Gjeni Gjeni të gjithë. Do të thoja më ndihmo pak. Jo, e dini që unë jam pushim. Tani. Po, është e vërtetë e Vetëm pretë. për t'ju bërë Këtë recetë zonja Vjollca po e bëj për herë të parë, ja ku po e them që dhe po gabova. Është test. Po, është test. Për ty, okay. Gjithmonë e kam ngrënë kështu. Ka shijuar? Më ka shijuar dhe më duket një ëmbëlsirë shumë e lehtë nga një drek shumë e rëndë. Për shembull, kur ka mish qingji që ka shumë yndyrë, edhe ato sallatrat e pjatat e tjera në tavolinë si një drek bajrami, një hasude e lehtë, më duket shumë delikate, po, për të ngrënë një dy lugë aty mjafton. Edhe prandaj thash që ta bëjmë këtë se është e thjeshtë dhe e lehtë për të ngrënë. Kështu që do të fillojmë menjëherë nga ndezja e sobës. Ja të shohim njerë si do e bësh. Katerina. Më lërë thuaj. Do t'a vëmë jo fare në maksimum, pak fare më poshtë dhe do të hedhim fillimisht vajin e ullirit këtë herë, jo vaj të përzirë, vaj ulliri me sheqerin derisa të karamelizohet. Kemi vaj ulliri që do t'a hedhim këtu. Si me ndonë? Sikur kështë nëzirë filxan, apo jo? Një filxan e kam dorën masëm, prandaj. Jo dhe pak më shumë. Do t'i hedhim sheqerin tani dhe do t'a lëm që të karamelizohet derisa të marrë atë ngjyrën, do filloj të bëj pak si shkum, të marrë ngjyrën e karamelit tamam. Dhe nuk duhet ta ndërprisni dorën me lugën e drurit. Dijeni që atë 5 minutë që do rini mbi këtë, të fokusoheni. S'ka as telefon në këtë rast. Jo. As gjë. Vëmendjen tek hasudja. Shumë mirë. Ja, do kohën e vet pak që sheqeri të filloj të shkri. Po patjetër. Kjo do t'jetë receta në të cilën do të sjellim tani, hasude me arre, ne e shohim pak me shkrim bashk. Pra cilët do t'jenë përbërësit që do të bëni gati. Keni 2 gota me ujë, masa e gotës 250 ml, 1 gotë e gjysmë me sheqer, 1 gotë niseshte, 1 filxhan kafeje vaj ulliri dhe 100 gram arra. Vetëm me këta përbërës do të vazhdojmë për këtë recetë, që besoj mund t'jetë një recetë që ju do t'a përgatisni edhe gjatë fundjavës edhe në festën e Bajramit, kështu që mund t'a ndiqni me vëmendje nëse nuk e keni bërë edhe ju ndonjëherë një recetë si kjo, edhe pse e shijoni pafund kur dikush tjetër e përgatit. Po, thoni hajt po e provoj ta gatuaj unë. Ka tek gota që kemi këtu, tek masa, kemi 500 ml ujë dhe 1 gotë me niseshte që do t'i përzim bashkë me një tel të vogël dhe do t'i hedhim në fund kur të bëhet sheqeri karamel. Por, keni parasysh që një 100 ml shuj është plus minus, duke qenë se ka njerëz që duan të hollë këtë hasuden, ka dhe njerëz që duan të hanë për shembull të trashë, të jetë pak si puna e hallvës, të ndahet më kollaj. Kështu që ky 100 ml ujë luani vet, do ta shikoni si do na dalin e këtu dhe nëse ju pëlqen pastaj bëheni me të njëjtat masa. Ne do t'i hedhim 400. Duke qenë se gotat i kemi me të njëjtën gotë, domethënë do masni të gjitha. Do ta mbajmë rezerva të 100-shën se si do na pëlqej deri në fund. Në rregull. Ja, po fillon të shkri kjo. Dhe mishi ande nga furra është duke u bërë, po vjen dhe një aromë shumë të mirë. Po. Sa herë mirë. Besoj për pak do jetë momenti për të mishi tradicional vetëm me krip që bëjmë gjithmonë mishi qingjit, mendova që të sillim diçka ndryshe. Po, shoqëron. Që të jetë dhe pak e shoqëruar dhe ndryshe në fakt për tavolinën, se do të ishte mirë ta bënim edhe vetë, do ta bëj kështu në shtëpi. Po, sa më shumë tava e përzrenit, po. Të reja, po themi shije të reja, aq më mirë është. Dhe kjo ishte jo vetëm e thjesht, po edhe pa ndonjë kosto të madhe, se qepa, speci dhe domatja ishin ekstra. Pastaj, ju me siguri do të përgatisni aq shumë gjëra, kështu që të e shoqëroni me ç'tiu doj e bardha zemër. E vërtet. Po lexoja një informacion se i përket konsumimit të peshkut, që ishte i rëndësishëm edhe tek fëmijët që të konsumohet
rregullisht, pra të jetë pjesë e dietës ushqimore, që dua të them, çdo javë të konsumen nga pak një sasi peshku, që i përshtatet natyrisht atëherë kur përshtatet për moshën e tyre. Ishte bërë një studim në moshat 7-9, të jem korrekte. Dhe më rini në përfundimin se një konsumim i mirë, i rregullt i peshkut i bën fëmijët edhe më social, edhe më të përqendruar, edhe më të aftë në komunikim. Dhe mendoj se ka të bëjë me përbërjen me omega 3-shin, që është një ushqyes shumë i mirë i trurit. Në shumë ushqime. Dhe normalisht, duke ushqyer mirë, duke patur vlerat nutritive që i ka të domosdoshme një fëmijë, kjo gjë reflektohet në sjellje. Edhe deficiencat nutritive janë ato që më pas sjellin problematika në sjellje, i bëjnë fëmijët ndonjëherë pak më agresiv, më hiperaktiv, siç është për shembull puna e sheqerit që i shkakton hiperaktivitet nëse kanë konsumim të rregullt të përditshëm të sheqerit, të çokoladave, të karameleve, e çfarë janë këto gjërat e tjera. Kështu që nëse e keni edhe peshkun çdo javë tek dieta ushqimore e fëmijës, bëni shumë mirë. Tani, nuk është se është informacion i ri, se dihet që peshku është i mirë dhe duhet ta ham, po gjithë. Po që të ishte lidhur edhe me pjesën sociale, kjo ishte pjesa le të themi interesante e këtij studimi që e seksonte. Interesante, është vërtet që ndonjëherë kur lexojmë këto edhe kujtohemi që ndoshta duhet t'japim pak më shpesh peshkun ose gjëra. Unë bëj ndonjëherë këtë gabimin që e kaloj 1-2-3 javësh edhe them u prit se nuk e di ç'na rrëmben një gjë që hëse me këto gjërat që kemi, se edhe vetë ndonjëherë e shty, nuk është se e konsumoj rregullisht, ndërkohë që duhet. Unë në fakt çdo të diele kemi kështu, përveç kësaj të diele që na bie festa, po zakonisht mundohemi që çdo të diel të konsumojmë peshk të egër. Që t'jetë një herë në javë të paktën. Po, peshk i mirë. Të paktën atëherë aq sa e ha, ta hash ta mama të peshk t'jetë i mirë. Po gjithsesi alternohemi me gjëra të ndryshme. Është e përditshme kjo ngrënia edhe zonja Vjollca ndonjëherë nuk dim se çfarë do të gatuajmë, prandaj hapim televizorin, shohim zonja Vjollca çka bër sot, edhe na ndihmon shumë. Është e vërtet. Gjithmonë përfundoj me këtë, si ti bëj sot këtë mishin ose këto perimet, si ti kombinoj. Sheqeri del nga del ka filluar të shkrijë, është kthyer në gjendje të lëngshme. Ka koma ndërsa kiseli do dhe 2 minuta sipas kohës që tregon në ekran, që na ndihmon normalisht për të kuptuar dhe sa na ka mbetur. Ja ku e keni. 2 minuta e pak sekonda. Urdhëro Arvit. Ashtë okej. Arviti është djali mrekullueshëm, një nga djemtë e stafit që ne kemi këtu, i cili është një djalë prej Shkodre që kujdeset edhe për muzikën, edhe për audion, edhe për mikrofonët, dhe po mikrofonon në këtë moment. Krisanti Kalojerin, astrologen tonë, e cila ka ardhur nga Greqia këtë herë të qëndrojë me ne këtë fundjavë dhe ta kemi pra prezent në studio, jo vetëm, edhe javën tjetër, po do t'ju tregoj më shumë në vazhdim, do ta kemi dhe javën tjetër Krisantin. Ja, ku është Arvidja që i bëri me dorë. Dhe autoria që po sistemon sigurisht, koltukun. Do këtë që në ullur vetë e ka prishur dhe po e regulon, kjo është historia. Se do këtë bërë në një parashikim me Krisantin. Përfitojmë gjithmonë ne kur e kemi Krisantit në shoh hartën tonë astrologjike personale. Nuk e lëm rehat. Mirë. Këtu ka nisur blenderi nëse e dëgjuat. Po, dhe 1 minutë do, pa i se supës. Ja. Ta servirim në një gotë thjesht për ta treguar, në fakt kjo e mira është që të konsumohet e ftohtë, por duhet do në vetë të ftohet. Po. Kështu që ne thjesht do ta hedhim në një gotë për të treguar konsistencën. Unë nuk e kam qef shumë të trash, por shikojni vetë pastaj. Kush do mund t'i shtoj edhe ndonjë moll dhe një dardhë ekstra, ose mund t'ja heqi si të doni ju për pjesën. Dhe kush nuk e ka pajisjen e supës, mund t'a bëj dhe në një tenxhere të thjeshtë, zonja Vjollca, apo jo, në një tenxhere të zakonshme, me një frulator, edhe ju ndihmon pastaj për ta grirë dhe për ta bërë ashtu siç duhet. Ka ke? Po, te Nutribullet. Vetëm jo të nxehtë në Nutribullet.
Merë edhe një tabull atje po deshet filxhanit, që ta hedhësh një gotë. Jemi drejt fundit të sheqerit. Po, bëllë të shkrinë e kur të hedhësh ujë. Pjatë filxhanim Një pjatë filxhanash, po. Do të hedhim një seshten edhe ujnë tani, që do t'i përzijem në një... Dargoj atë. Këtu, i përzijem dhe kjo? Edhe ati ashu ajo. Baroj. Kjo përzijet, po që të përzijet këtu tani bëhet kokra. Duhet kishim ruajtur në qik sheqer. Mua nuk më bëhet me tel, jo, nuk bëhet në ujë të ftohtë. Ja. Po t'jetë ujë ngrohtë, po në të ftohtë s'para më është bërë. Dhe kur e përdor për gjëra të tjera. Okej. Tani unë do t'a trazoj, do më ndihmosh ta hedhim? Patjetër. Ja, Veç kujdese nga nxehtësia Ja, një moment, mos. vetëm ta ndez pak të. Avash. Fillon dhe shkrin vetë. Shkrim vetë ajo, s'ka problem. Sa të... Mos kime rakit se shkrim, mos u shqetëso. Deri tani e mirë, Gjej. Po, jam. Në fakt është recet goxha e thjesht për këtë 4 Është përbërës. moment që ndryshon. Është si puna e hallvës që e di është pak me të goditur mendoj. Janë ca receta që sado që ti lexosh edhe ti bësh, po nuk i godite. Asude me ara, shojmë dhe njërë tjetër përbërësit teksa zonja Vjollca bën trazimin që të shkrihet e gjitha dhe të formohet masa e asudes. Kemi 2 gota me ujë dhe masa e gotës që ju duhet bëni matje është 250 ml, 1 gotë e gjysëm me sheqer, 1 gotë miseshte, 1 filxhan kafeje vaj ulliri dhe 100 gram ara. Sa i përket vajit të ullirit, ne kemi pema olive oil. Të vaj ulliri përdorim dhe ju sugjerojmë edhe juve të merrni ose të virgjër, ose ekstra të virgjër, ose të përzieri, keni të 3 llojet nga pema të shkëlqyera, nga ullishtet e jugut. A ka më të mirë se kaq? Është floriri i jugut. E vërtet, s'ka që thua më shumë. Ja ta shohim edhe masën. Tani kjo duhet razuar tërkohën, ë? Kjo do të razuar derisa të fillojë dhe të shkëputet 100% nga luga. Edhe normalisht të bëhet homogjene. Nëse do piqet ajo, mos kime rak, avash. Aromën e ka shumë të mirë, ka atë aromën e sheqerit, karamelit. Po. Dhe tavën avash ta sjellu në tryez? Po, dhe tavën për t'i hedhur salcën, zonja Vjollca do më ndihmosh pak t'i hedhim atë salcën tavës? Me qenë se unë jam... Filloj e marr aty trazoj në qik, sa të hedhësh salcën ti. T'ja hedhëm salcën? Okej. T'ja hedhim mishit sipër. Ka edhe disa pjesë që duen shkrirë dhe pak. Ngjyrën e ke bërë të shkëlqyer, ë? Po, më falë. Uj këtu. Si që ke fix është. Po ta lë dorezën se Po, mirë, se do t'a vendos prap. Aroma shumë e mirë. Shumë. Me një lugë jo të madhe, nuk ka rëndësi, do t'i hedhim pjesës së mishit, sidomos, do t'a mbulojmë me këtë salcën, ja kështu. Edhe kjo quhet tamam tani tava e Prizrenit. Ishte një tradicionale në Prizren. Edhe ku e kam gjetë recetën, do thonë, nuk e them. Mos e thuaj, mbaje sekret. Nuk e them. Po në këtë recetën ti. Ja me thuaj mos bëj kështu. Kam bërë shumë kërkime në fakt për këtë mishin e qingjit se doja një diçka të veçantë. Se dhe zonja Vjollca ka sjellë shumë receta me mish qingji dhe të ishte diçka ndryshe. Donte një recetë që se kisha bërë unë. Që se është e vështirë të gjej receta, se zonja Vjollca e ka bërë të gjitha gjërat. Po, edhe s'të mbetet. Flasim ndonjëherë, thotë që të mbetet gjë. Ishe sigurt. Këtë po, e di që se ke bërë, prandaj solla. Kujdes, ke edhe dorezën tjetër. Do ta vendosim prapë në furr. Për rreth do ta shikojmë pastaj që mishi të jetë bërë, se kjo salca bëhet menjëherë, nuk ka problem për këtë. Shumë e mirë duket, aromën e ka të shkëlqyer. Besoj dhe salca do bëjë një punë shumë të mirë edhe për pjesën e mishit, edhe për t'i dhënë pak shije. Ndërkohë, je kënaqur nga puna ime? Po, shumë e mirë. Duket shumë e mirë.
Ti nuk e di, po Katerina e ha shumë këtë. Vërtet, e ha Katerina? Unë dua, po, nga zonja Vjolca si Hallvën, si Asuden, unë i dua shumë, po që të bëj? Edhe si ka qenë zonja Vjolca, më duket se të kam kërkuar për një kohë shumë të gjatë, aman bëja, aman. Ja hedhim dhe arat. Se kur të vi momente, se normalisht gjen edhe kohën zonja Vjolca, se mund bësh Asude për vit të ri, po themi kështu kot, kur ka recetat vitit të ri ndryshe. Tani ishte momenti më i mirë. I shtojmë dhe arat që i ka grirë zonja Vjolca, kaq bukur, jo me grirë. Jo, se diti Katerina i gri më mirë se unë. Si. Ka marrë dorën. Po, Gjeni e ke qarë. Ja, ta shojmë kur ta provojmë. E di si ke bërë si lokum me arra. Po, në fakt, duket shumë e mirë. Po. Edhe ju a sugjeroj që ta bëni të dielën, duke qenë se do tjetë një tryez e kam mirë parasysh, ose të shtunën në mbrëmje, sepse hapin atë iftarin e fundit kam përshtypjen edhe e bëjnë si bajram, me që kam dëgjuar, edhe mund tjetë një ëmbëlsirë shumë e lehtë dhe shumë komode dhe thjesht. Bajram. Po, e shtuna në mbrëmje, dhe më pas, e shtuna në mbrëmje dhe më pas e diela drek. Po. Po ka shumë që varet do me thënë se si E nisin që herët, po. Edhe më herët. Edhe këtë javë, madje kam parë që ka patur goxha organizime, po, unë mbrëmje isha në një iftar darke, do me thënë, edhe ka pas goxha ftesa të ndryshme njerëzish. Është dhe një mënyrë për të mbledh njëri tjetrin në tavolinë. Po, është, se njerëzit s'po takohen sot. Po takohemi se s'kemi kohë, na mbyti puna edhe... Po, shumë e vërtet, tani si të shkosh në orën 2, në orën 3 në shtëpi. Po. Atë mbledhësh veten, për ndonjë që çohet në orën 5 në gjesit. Po, e vërtet. Se puna ime, ka raste që rri dhe gjithë natën, 24 orë pa gjumë. Po, se... Po. S'ke faj, zonja Vjolca, të besoj. Është e vështirë në fakt që të takohemi ditë të sotme, po gjithsesi këto janë mënyrat, festat, mbledhjet. Eksakt, fix, sigur për atë punë vlejnë, mësë shumë ti. Tani këtë, më falë Katerina, mund ta hedhim ose në një formë, po të donin, ato tavat për të marrë pak formë dhe për të ndarë ta lënë të ftohen dhe më pas për ta konsumuar, ose lug, ashtu si kurse edhe hallva. Është e vërtet, mund të hidhet në një tavë me formë, e lë të ftohet edhe e kthen. Ose me luga kullore në toptha të vegjël. Po. Tani, dorën e parë edhe ti, edhe dorën e fundit, që të quhet që e ke bërë ti, vazhdo. Tani na duhet ta hedhim me lug? Jo quhet, se ti e bëre. Si? Ta hedhim me lug? Të marrim një lug si të madhe? Si të e bardhë, jo me të madhe lug. Apo të marrim lug... Gjelle. Lug gjelle, ose me luga kulloreje. Po me lug gjelle, më mire hedhim lug, se di si të duam. Më pas të hidhi një... Ne një luga kullore na shprishur, kemi këtë tjetrën. Këtë duash ti. Po ta provojmë njërë. E provojmë kështu në një... Bëjmë provat, kush të na pëlqej më shumë. Unë po ju them dhe njërë tjetër numrin e telefonit për Kenwood dhe interesante Albania nëse donit porosisni dhe pajisjen e supës e gjeni në çmim ofert pra 9.500 lek aktualisht. Pra, dhe njëherë, numri është 069 944 24 25. Pa jeni mënd. E dini shumë ka thënë Gjeni që ka nga juve, ku jeni, do me thënë, ku e keni mëndjen, që thonë, e humbasim numri, nuk e kuptojmë. Si mundet? Ma ke për të folur atiti, së ta bëjmë. Shte vetë një gjë që ju them. 069 944 24 25 ose faqet e Instagramit. Kaq, tani do të shojmë kiselin, dhe zonja Vjolca thjesht po hedhë hasuden të pjata, dhe unë do të hapë pjata lëmë këtë. Do një pjatje, një sekund. Mos të na pikojmë mbi tavolin. Dhe ka dalë aroma njëherë që nga Katerina, fantastike. Me kanelën është gjëja më e mirë në Gjingeri, botë. kanela. Ka dalë fix për mbas drekës madhe të shëndetshme dhe shumë të ushqyeshme. Një gotë e tillë, e cila vjen pak si e trash, jo shumë. Është mesatare. Unë e pëlqej të tillë, po, por mund ta bëni, siç ju thash, mund të hidhni dhe të shtoni dhe një darë dhe një mollë ekstra recetës që keni. Edhe është fantastike. Mos harroni kanellën, gingerin dhe limonin, bëjnë një kombinim shumë perfekt për aromën shumë të mirë. Ja, këto ishin recetat mrekullueshme, të gjitha sot të sjella nga Gjeni me ndihmën e zonjës Vjolca, ndërsa unë siç e pat vetëm pash. Hajde më zonja Vjolca, kreti ka bë vet. Ja, ndihmësh kesh. Jo, unë edhe një ndihmë që desha me i dha, se pranoj. Për këtë.
Se mbaj mend. I thash, hidhi 100 ml ujë më pak, që kjo të ishte pak më e fort. Ja, shumë mirë, ka që duhet. Edhe unë që jam fix si ty, kur më mbushet mendja për një gjë, ja. Po të pëlqen si ka dalë? Unë po të them e ke bëj ekselent, e ke bëj shkëlqyshëm, për atë zë. Ja, Pa pra. shikoj mirë. Mua në fakt më pëlqen shumë nga pamja. Shumë e mirë. Po pse Ky është vlerësimi që diskuton shihen ti? Shihen kjo shkalla e vështirësisë. Man që keni këtë pyetje më juve sikur do e përgatisni ju dhe doni ta dini me shkallë vështirësie. Është një 50%. Ashtu. Nuk është Veç për konsistencën. Po, do goditur Ja ajo. dini. 5 nga 10. Mirë, receta do t'i gjeni në rrjetet sociale, gjithashtu edhe në YouTube. Mos harroni, është forma për të parë dhe riparë çdo recetë, siç e transmetojmë drejt për drejt tek ju këtu në televizionin Klan, në kanalin zyrtar të televizionit Klan. Do të shihni të përfunduar tavën e Prizrenit dhe fotot e Hasudes me Ara, që sigurisht ja mund t'i shihni që tani të përfunduara. Mund të kaloj ande jonë, se dëgjoj që flitet bëhet muhabet, po nuk e di kush qysh tek është akoma atje. Mund të kaloj, janë gati. Tiki unë, Suksese. ju lë rehat, shijojni. Me Kristantin u takova, këte i kripëshim, këte më thoshe horoskopin. Ha, ta bëre një parashikim, o? Lesim këshera në me Xixa. Bravo! Po. Ika, faleminderit shumë. Faleminderit. Fundjavë sa më të bukur, kalof shikëzuar, festof shikëzuar, Faleminderit. dhe takohemi Tani javën ne tjetër. shqiptarët i festojmë të gjitha festa. Sigurisht. Unë shkëndime dhe ty po ta uroj Bajram. Faleminderit, dhe sigurisht që do festojmë. Të gjitha, çfarë ka, ne s'lëm asgjë mangët, po kënaqemi dhe shijojmë unë i si me festoj dhe qenë. Pashkët. Po, kemi Po, dhe kemi Unë dhe i Pashkët festoj për gjitha. 20. Nga që jam bektashian në një dorë kam në Revan një dorë. Mirupafshim, kalofshim mirë. Mirupafshim.